Dokumentari Antigona ka marrë vëmendje të madhe. Ashtu si emri, projekti sjell rrëfimin e një gruaje me të njëjtin emër, e cila jeton e vetme dhe punon si shofere në fshatrat e Linkovës. Me regji të Ibër Deari dhe Mirsad Abazit, ky projekt ka korrur suksese të mëdha, duke u pranuar në Sheffield Doc Fest, një nga festivalet më prestigjioze të dokumentarëve në botë. Por, rrugtimi Antigonës nuk përfundon këtu. Historia e saj pritet të preke dhe evente të tjera të famshme. Pse më këqyra ashtu? Femna e merë guximin për familjes. Qyshe ka traditën familjare edhe e merë guximin. Momentin e parë, kur ja kam nisë me vozitën, unë e kam pas stres shumë. Tepër kam pas stres. Amo që tash jam adaptu. Ideja ka qenë se me Ibrën jetojnë në atë rrethënë, në atë fshat, ku kalon kjo Antigona me taksin dhe i ban qarkullimin e 11 fshatnave në Likovë. Dhe na zbashku me Ibrën edhe kena udhëtu me këtë kombi. Edhe duke bisedu se duhet me bën një farë dokumentari, pse se bojmë për Antigonën këtë dokumentar. Edhe ideja ka qenë kjo. Edhe jina angazhu pastaj për me bo një farloj si skenari me diskutu me Antigonën. Si e priti ndoshta ose si ketë ndoshta prezantimi juj edhe ideja e juj tek Antigona dhe si e priti ajo? Aja e një veç punën, për me njofë si karakter, si personazh Antigonën, aja e një veç punën. Dhe më thonë si ka interesu se na ku e kemi qëllimin, ta qesmi pak që ta shofe bota se është në një komunë e vetmja taksistë e femër dhe kjo është për të ne, ka qenë një farë si tabu, që ashtu më me thonë. Edhe këtë kena pas qëllimin mas shumë që ta shofin të hujtë se po ekzistoj ka një femër me një komunë që e banë qarkullimin e lirë të njerëzve. Dhe ajo e ka prit mirë, e ka prit, dhe më thonë në ka respektu shumë, po nuk e ka pas sikur ne atë qëllimi që shka dojmë me bo. Sa ishte e gatshme ajo me tregu ndoshta historinë e vet? Ajo ka qenë e gatshme për me tregu historinë e slodhët për ato. Hiç, dhe më thonë, na kena bo dokumentar të metrazhit shkurt. Faktikisht ajo sa ka histori duhet me bo një dokumentar gjatë. Kisha mujtë me thonë, a dit një gjatë, një stërgjatë bile. Po, edhe ati kena pas shumë problem se gjithat histori ta përmbledhesh për 20 minuta, kjo është diçka që rregullisht me Ibrën, rregullisht kena diskutu se si ta mormi më të mirë, ta qesmi në dokumentar. Po si shkon ndoshta kjo pjesa e xhirimeve, të cilat kanë sfida ndoshta edhe si keni dashur me trajtu këtë temë dhe a doli ashtu siç menduat? Realisht në dokumentar nisesh me një ide, edhe pastaj qëllimi jon ka qenë me bën një histori për një grua 22 vjeçare, 22 vjet që vozit një furgon dhe askush asnjëherë nuk ka pas një interes të bëjë një intervistë për një fenomen shumë i veçantë, sepse që përmend më herët ka qenë pak e vështirë gratë të vozdisin vetura, e lemo ta kenë një përgjegjësi të një taksije. Kështu që Antigona ka qenë një motiv shumë i madh, një frymëzim shumë i madh me tregu se si ka arrit gjithë ato sfidat i kalon. Pastaj sfidat e tona me xhirim unë mendoj se çdo xhirim është sfidë në vete, se nuk e di çfarë ndodh gjatë xhirimit, por me një ekip e vogël kemi qenë, njemi me zvete, Mirsadin punoj më shumë se 15 vite gati, producentin e filmit Avdithaqen, i cili është më vetëm një rrugë shumë të suksesshme me filma të tjerë dokumentar, dhe jo rastësisht për shembull arritëm të futemi në festivalin më të madh të filmit dokumentar në Sheffield, që do të ketë premierë në qershor. Pastaj shpresojmë se edhe këndej kemi edhe premiera në festivalet e tona dokumentare. Kanë dalë momente edhe më të mira që sa kemi menduar, ndoshta se nuk do të jemi të mundshme t'i kapim, për shkak se
kur futesh pastaj me familjar të bisedojmë, ne jemi shumë i njohës për familjen e arsimtarit Agim, do të thotë babës të Antigonës, dhe gjithë familjet se kanë qenë shumë të hapur dhe bashkëpunues për të ndarë historinë e tyre inspiruese. Por Antigona gruaja që punon shumë, do të thotë duhet shumë saktë të tregosh çfarë don dhe ta shfrytëzosh shkollën ta xhirosh sepse nuk ka kohë të humb. Për shembull ka ndodhur pas se ka kry terminin e punës, të vjen të bëjmë intervista, të xhirojmë disa skena. Sa ju ndoshta ju ka marrë kohë xhirimet edhe filmi na ka zgjatur gati 3 vjet, na ka zgjatur përgatitjet, pritja e fondeve për shkak se janë financuar nga agjencia e filmit. Pastaj me xhirime kemi xhiruar në kohë të ndryshme, por me kap edhe periudhat kohore pak të ndryshme, edhe të kemi pak një hapësirë ta dimë se në çka do të shkojmë, se nuk kishim një skenar nuk ka një skenar për këtë historie. Për këtë historie kemi pasur diskutim me Antigonën, me babën e saj, për shkak se ai ka filluar këtë biznes në fillim, pastaj ka marrë Antigona dhe intervista me njerëz, rigjerim, editime. Dhe mendoj se mirë. Po, ka shku shumë mirë. Ne jemi shumë të lumtur edhe me filmin edhe me personazhin që më në fund, për shembull jam shumë i lumtur që më në fund zani një grua atë shumë e fuqishme që është Antigona në këtë lidhje në 11 fshatrave që i bën në komunë, ka arrit ta shohë edhe bota, po ta shohim edhe ne se për shembull shumë bëhen ngjarje suksesi për gra që jetojnë vetëm në kryeqytete. Edhe lihen shumë heroinat e tjera që janë në vende rurale, në përfshatra, do të thotë sikur Antigona kemi edhe plot raste tjera. Edhe mua më kalon shumë përshtypje kjo si grua, ku thava mirësade ne edhe kur kemi qenë më të ri kemi vozitur me komën e saj, do të thotë në shëtitjen e këtyre fshatrave në komunën tonë. Dhe erdhi koha pasi filluam të xhirojmë filma, pse mos ta bëjmë edhe për Antigonën një film. Si ke kjo ndoshta pjesëmarrja në festival, edhe si e pritet ndoshta që u përzgjat pikërisht ky dokumentar për festival? Kjo është dokumentari jonë i parë, edhe me produksion, projekti jonë i parë që kemi një produksion me autor të gjithë shqiptar, do të thotë me Avdi Thaqe në kry. Kemi qenë shumë të lumtur, për shkak se investimi i parë që është bërë prapë ka treguar një rezultat të madh, dhe me të vërtetë për neve me qenë vetëm pjesëmarrës në Sheffield Docfest është një arritje shumë e madhe dhe jam i lumtur që me të vërtetë kjo temë po shkon shumë larg. Dhe mendoj se do të pritet mirë për shkak se me të vërtetë është një frymëzuese, një temë shumë frymëzuese, një grua shumë e fuqishme dhe shpresojmë, unë shumë kisha dashur për Antigonën të realizojmë edhe filmat metrazhi gjatë se me të vërtetë ka shumë brenda saj histori, ngjarje interesante dhe motivuese. Sa është ndoshta ndjenje mirë për juve që kontriboni në fshatin e juaj dhe ndoshta dëshironi me nxjerrë këto personazhe që janë interesante edhe për një. Po, kjo do të thotë më duket është filmi i tretë që inspirohet nga fshatrat e tonë. Filmat e tjerë të metrazhit gjatë që e kanë pasur të shkurt. Shumë kënaqësi, do të thotë edhe vetë banorët aty vendit janë të lumtur, fshati më u bë sikur një vend xhirim. Edhe ne ndjemi më lehtë, jemi më të inspiruar me tregimet e tona. Do të thotë të drejtën më lehtë kemi kur punojmë diçka nga ngjarjet e tona, nga njerëzit e tonë. Sado filmi që është i vështirë në aspektin e tregimit, rrëfimit, unë mendoj nuk vujmë për ide. Aq shumë kemi ide, ngjarje, mendoj se mundemi shumë. Edhe ndoshta është më lehtë me trajtuar si te, ndoshta kur edhe jeni vetë aty vendi. Sigurisht, do të thotë shumë më lehtë. Se e njohmi edhe personalitetet i njohmi në fshat. Edhe mentalitetin e po. Ju me profesionin edhe aktor. Si është ndoshta kjo të punosh edhe regjisor edhe aktor, cila është më mira, para kamerave apo mbrapa? Më mira është që është regjisor, po përgjithësia është më e madhe. Si aktor, domethënë e ki veç përgjithësinë e personazhit, roli të cilit tu ka dhënë me lujt në atë film apo. Si regjisor është shumë vështirë, se e ki përgjithësinë e gjithë ekipës dhe si po shkon xhirimi, si ka me kanë domethënë intervistat me Antigonën, në këtë herë se hera e parë si regjisor këto. Dhe ki non-stop domethënë diskutim plus një kraj madh shumë që e kam pasur edhe Ibrën afër, domethënë vetë se ki mo veç apjek në regji, më me thonë. E ka bërë një rrugë më të E çashta po. A në tregoni ndoshta tash për projekte që jeni duke punuar edhe çka prej prej Ibrës edhe prej Mirsadit?
Unë mendoj me mirin e kemi bën tash një hapje të re të rrugës bashkëpunime me filma të gjatë, kemi edhe një film të gjatë me dokumentar, po nësë shumë herë të diskutojmë për këtë film, pra vjen nga rrethi jonë. Jo, kjo për na kom shumë mirë për na vjen, po kemi hapësirë, mundësi, kemi edhe filma të tjerë, metrazhe të shkurt, po procedura për marrjen e fondeve është e gjatë në Maqedoni, dhe nuk e dim në cilin moment na vjen rendi për me marrë fondet për me vazhdu me realizu filmin. Po sidoqoftë, për dokumentarët mendoj se është një pjesë pak më e lehtë në aspektin e buxheteve. Mësu mshel, se sa ta mshel shte shpia qa që ma keqa është. E le për jashtë, ajo e shef ku a bota, se kur ta shofe ku a bota, edhe ajo ftillon.